Përshëndetje shikues të nderuar. Po e fillojmë emisionin e 11, respektivisht epizodin e 11 të podcastit Fol të televizionit Festa. Përshëndesim si zakonisht të gjithë shikuesit tanë këtu në Maqedoni dhe në diasporë. Sonte kam një mysafir të posaçëm. Mysafiri sotëm është me profesion doktor. Bëhet fjalë për Rexhel Ramadanin nga Kumanova, i cili tash disa vite jeton dhe vepron në Gjermani. Mysafiri ynë është një intelektual i ngritur, me kapacitet njohurish në fusha të ndryshme, si në shëndetësi, filozofi, politik, me theks të politikën ndërkombëtare, si dhe gjeostrategjin. Ai gjatë jetës së tij ka lexuar shumë libra dhe tituj të ndryshëm të autorëve më të njohur botëror. Andaj edhe e kuptueshme është se kemi të bëjmë me një intelektual të ngritur. Doktor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Ju faleminderit shumë, së pari mirëmbrëma edhe për gjithë telespektatorët tuaj. Është nder për mua që të flas në televizionin Festa, një televizion që ka një kontribut dhe një veprimtari shumë të madhe për qytetin tonë Kumanovën, që e ka prezantuar, por edhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë, ka qenë një dritare për gjithë këtë shoqëri. Gjithashtu dhe është nder për mua që të flas para një gazetari, siç është zotëri Nexhat Aqifi, që veprimtaria e tij gazetariste është disa dekadëshe dhe një herë ju falenderoj gjithë për këtë nder që ma keni bërë. Faleminderit dhe mirë se erdhët edhe një herë. Doktor, u mundova në disa rreshta që ju prezantoj. Janë pak fjalë për gjithat veprimtaritë tuaja që e bëni tash e disa dekada. Ju faleminderit. Fillimisht, doktor, çka ju shtyri që të shkoni në Gjermani, ta leni vendlindjen dhe të merrni rrugën e gurbetit? Është një pyetje shumë, që lidhet jo vetëm me mua, por me shumë të rinj. Unë së pari kam mbaruar fakultetin e mjekësisë në Tiranë, ku atje kisha rastin që të shoh një botë tjetër, ku kisha rastin që të shoh shumë intelektual në media atje, dhe që normalisht e mbarova fakultetin me ambicje të shumta, që kur të vej në vendlindjen time, ta ushtroj profesionin tim të mjekut, si dhe të zhvilloj, aftësitë e mia dhe mëtutjet të thelloj në fushat të mjekësisë. Por megjithatë në atë kohë, sidomos kjo fushë, partitë tona politike, në atë kohë që ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk i menaxhonte mirë ambicjet e të rinjve dhe nuk kishte një politikë, në mënyrë që të na jepte hapësirë, për të zhvilluar, edhe pse ishim kuadro deficitare. Mënyra e tyre menaxhimit përmes sherifëve lokal, lidhjeve që duheshim të gjenim tek sherifët lokal, të cilët nuk kishin asnjë lidhje me fushën e mjekësisë. Fatkeqësisht nuk gjenim lidhje për të punësuar, kështu që pa të mbaruar vazhdova specializimin privat dhe gati 5-6 vite që nuk munda të punësohem në asnjë klinikë. Dhe në këto kushte, i dëshpëruar, atëherë vendosa që Gjermania në atë kohë që mbledhte kuadrin, që kishte krijoi hapësirë, dhe në atë momente unë isha i mjaft i dëshpëruar, nga se është shumë dëm i madh që një mjek kur nuk e ushtron profesionin 5-6 vjet, edhe specializimi këtu nuk është kualitativ, sepse specializimi privat vetëm shikon. Ndërsa në atë kohë dhe punoja edhe si profesor njëkohësisht, ndërsa mjekësia bëhet vetëm duke e praktikuar, duke pasur pacient, problemi është që teoria të zbatohet praktik, dhe nëse nuk e punon dhe 5-6 vite, nuk e kam praktikuar mjekësinë dhe
për një mjek është një dëmin më i madh që mund të bëhet një mjeku është kur nuk e lejon që ta ushtroj profesionin dhe prandaj i dëshpëruar vendosa që të shkojnë në Gjermani dhe ashtu ndodhi. Vula dëshpërimit do të thotë është politika. Politika e cila nuk ka një qasje serioze ndaj perspektivës së të rinjve. Kjo është ajo e cila ka dëshpëruar jo vetëm mua, por shumë të rinj, të cilët kanë shkuar. Mendoni se po vazhdon një praktikë? Mendoj se domethënë ka një zgjim, domethënë meqense se ikën një numër i madh të rinjve, që diçka duhet ndryshuar në këtë aspekt, sepse domethënë në rast të gjithë të rinj, potenciali i të rinjve ik atje, domethënë atëherë edhe ne si shoqëri do të tkurremi, domethënë jemi duke parë se ky problem na ka kushtuar, por megjithatë fatkeqësisht ekzistojnë akoma mentalitete të tilla të cilëve u intereson vetëm pushteti dhe nuk u intereson fati të rinj. Megjithatë ka tendenca, domethënë ka një zgjim të ndërgjegjes që domethënë duhet gjërat të ndryshojnë. Domethënë sepse investimi më i madh për një kombë është tek të rinjt. Ku e vëreni këtë zgjim? Në cëllë sfera? Po, më tepër e shoh zgjimin domethënë tek populli, tek prindërit, të cilët u kanë shkuar fëmijët dhe që nuk i kanë, tek domethënë tek njerëzit të cilët kanë një ndërgjegje, tek shumica domethënë shumica e të cilëve kanë një domethënë sepse më parë deri vitet 2001 ekzistonte tek ne një kulturë iluministe, domethënë njerëzit e donin shkollën, njerëzit investonin shumë në shkollë, domethënë sepse aty e shimin ngritjen tonë kombëtare. Po megjithatë ndodhi një mentalitet, pas lufta ndryshoi, domethënë krijoi një mentalitet tjetër, që vetëm të merremi me dëshmorët, me domethënë vetëm me atë mentalitetin domethënë të fokusohemi vetëm tek vlerat e luftës, por në këtë domethënë harruam se domethënë në paqe duhet të krijohen vlera tjera. Domethënë një shoqëri dështon ose ngritet vetëm në varësi të atyre aksiomave që i vendos në aspektin në kulturë, në çështje sociale, në çështje ekonomike, sepse ato aksioma e diktojnë ngritjen ose rënjen. Edhe pikërisht ne në këtë periudhë vendosëm aksioma, domethënë të gabuara në atë mënyrë që nuk patëm një qasje, domethënë që të menaxhohet dhe të fokusohet që politika të bëhet vetëm për perspektivën e të rinjve, sepse në rast se domethënë është kohë domethënë që ti fiton disa të drejta, i fiton disa domethënë si shoqëri, e fiton një domethënë një status, të themi ashtu, por në rast se nuk investon, nuk krijohet perspektivë, nuk krijohet klimë, domethënë nuk krijohet një dëshirë, një vullnet që njeriu domethënë të ketë dëshirë që në vendin e tij të kontribuojë, atëherë domethënë kjo është një politikë krejt e gabuar, sepse rezultati do të jetë dështim ose stagnim i përgjithshëm shoqëror dhe nga ky dëshpërim pastaj edhe shumë të rinj ikin dhe bëhen domethënë pra me rëndësisht të krijohet shumë një optimizëm në shoqëri. Dhe ai optimizëm pastaj motivon shumë domethënë që domethënë në këtë vend, sepse ne kemi shkuar në vende ndryshme dhe atje kemi gjetur veten, megjithatë gjithmonë duam që në vendin tonë të bëhet diçka mirë. Domethënë gjithmonë vendi ynë është ai ku ne dëshirojmë që të bëhet mirë. Po shihni ndonjë farë optimizmi, ndonjë dozë optimizmi? Me rëndësi është domethënë që në këtë shoqëri, edhe pse domethënë është një kohë të gjatë, kjo shoqëri ka qenë uzurpuar, një kohë të gjatë domethënë ka qenë një lloj diktature e heshtur, ku një grup domethënë ka krijuar disa mite, ka krijuar disa domethënë dhe ka ndikuar që të krijohet një korrupsion i përgjithshëm shoqëror, ku domethënë
e ka demotivuar edhe shoqërinë, domethënë që ta shoh progresin ose që ta aftësohet domethënë më shumë, por gjithë i ka korruptuar në atë mënyrë që ta shohin vetëm politikën si një vend ku mund shpejt të përfitohet diçka, domethënë, dhe në atë mënyrë megjithatë ne si shoqëri, domethënë të mos fokusojnë në ngritjen profesionale, në ngritjen e kuadrit, domethënë në fokusin ton drejt, domethënë sepse shiqoni vende, domethënë Kina, shtetet të zhvilluar, ato investojnë shumë në arsimim, domethënë, sepse për të zhvilluar një shoqëri, sa më e arsimuar që të jetë një shoqëri, sa më shkolla, sa më të mira që të ketë, sa më shumë që kuadri të profesionalizohet, domethënë, aq më tepër një shoqëri ngritet, sepse tani më edhe i shohim në Gjermani, pra atje ju mundësohet të rinjve gjithë, domethënë që ato sa më shumë të aftësohen profesionalisht. Gjë që këtu nuk e kemi pasur, domethënë. Dhe në rast se ti sa më shumë aftësohen në aspektin profesional, pra ajo dije, pastaj përkthehet në rritje të cilësisë, në arsim, rritje në cilësisë, në shëndetësi, pastaj edhe në rritjen e prodhimtarisë, domethënë në ekonomi, prandaj ne si shoqëri duhet të ndërgjegjësohemi që domethënë që këtë çështje nuk duhet të jetë vetëm çështje politikës ditore. Domethënë, por kjo duhet të jetë një strategji e jone e përgjithshme, afatgjate në mënyrë që ne në vendin tonë, domethënë, lëshojmë rënj vetëm në rast se ne mundohemi që të krijojmë kushte, domethënë që sa më shumë të ngritemi, të aftësohemi në aspekt profesional, në aspekt intelektual, në aspekt kulturor, dhe vetëm në atë mënyrë mund të bëhemi një shoqëri e aftë, një komb kulturalisht i ngritur, në atë mënyrë që të jemi shtetformues dhe që këtë vend ta bëjmë si vend ku ne, domethënë, do t'i krijojmë edhe vlerat shpirtërore edhe materiale në atë mënyrë që domethënë vendin ton ta ndërtojmë që domethënë që të krijojmë kushte, sepse ky është vendi ynë dhe këtu e kemi atë domethënë atë dashurien ndaj atë dheut. Siç kanë thënë edhe rilindasit tonë, vetëm dritë e diturisë përpara do të na sjellë. Doktor, edhe përkundër disa xixave, shkëndijeve të vogla për mbetje këto, shkëndije shprese për të mbetur në vendinje dhe për të vazhduar edhe shkollim edhe veprimtari. Megjithatë, shifrat flasin se nga shkollat fillore të mesme shregistrojnë numër i madh i nxënësve për t'u bashkangjitur prindërve në Gjermani dhe vende tjera të Evropës. Pra, nuk po ndalet ende ky trend i ikjes nga vendlindja. Si po gjenden atje shqiptarët, familjet, apo arrin të adaptohen menjëherë? Me çfarë kushtesh, me çfarë standardi po përballen atje? Kanë të vështirë. Shiqoni, njëherë njeriu vetëm dëshiron që të migroj, po kur të shkoj atje nuk është edhe e lehtë. Atje është shumë e vështirë sepse domethënë, po megjithatë atje përballemi me një realitet tjetër. Atje domethënë fillimi është i vështirë, duhet së pari të mësosh gjuhën, duhet të integrohesh atje dhe më pas domethënë secila punë atje ka standarde. Dhe ato gjëra të cilat domethënë këtu nuk i kemi bërë atje, domethënë megjithatë atje duhet gjithë potencialin të domethënë duhet gjithë potencialin tënd ta japësh në atë mënyrë që domethënë që të arrish standardet që ato i kanë arritur. Prandaj shkuarja në gurbet atje domethënë gjithçka fillon prej zeros. Edhe nuk është e lehtë. Prandaj domethënë njeriu arrin atje domethënë ta ketë një pozicion, jo vetëm pas disa viteve, sepse çdo fillim është i vështirë, domethënë sidomos edhe në profesionet tona, prej profesionit domethënë mjekësisë, po dhe ka edhe shumë fusha tjera, domethënë ku kërkohet një punë atje ka një disiplinë të madhe, kërkohet një angazhim i madh. Pastaj i ke mundësi që të bësh edhe shkolla ndryshme, për shembull unë kur kam shkuar në Gjermani, atje kam filluar të ndjek shkollat e ndryshme, tekokardiografisë, tekose, domethënë gjitha të avancohem në aspektin profesional, sepse këtu nuk e marrim atë përgatitje, domethënë shkolla nuk na përgatit në profesion. Prandaj
nuk është aq e lehtë. Domethënë vështirësitë atje i ke të shumta dhe duhet me të vërtetë që të angazhohesh shumë, domethënë që të arrish ato standarde, sepse atje domethënë çdo shef ose çdo kërkon standarde. Prandaj nuk është e lehtë, gjithë këto që shkojnë nuk e kanë të lehtë. Domethënë rruga është shumë e vështirë. Është e vështirë, mirë po megjithatë, doktor, kam përshtypjen se shqiptarët në Mërgjin janë me dekada. Po. Jemi një popull, një komb i zgjuar. Shqiptarët sot nuk mund t'i gjesh në baushtel apo ndërtimtari. Po. Sot shqiptarët i ke në biblioteka, në markete, në banka, në post, gjithkund i ke të punësuar. Po. Shqiptarët i ke në spitale, Po. në ambulanca. Po shqiptarët sot i ke yjet të sportit, ke Vllazërin Çaka, Shaqirin. Në boks Luan Krasniqi, Haxhi Krasniqi, Merdi Limani, mosti, po ke edhe artista, ke boksa, profile të ndryshme. Është kjo ajo që e ofron perëndimin në kualifikim, shkollim, ofron kushte optimale në çdo lëmi? Perëndimi e ka, domethënë është kjo që thua është shumë e vërtetë, sepse ne kemi, domethënë meqense se jemi një popull i vjetër, populli më i lashtë në Ballkan, edhe instiktet e mbijetesës i kemi të fuqishme. Domethënë dhe aty ku jemi, ku kemi kushte të mira, aty kemi atë zgjuarsinë, domethënë atë intuitën, domethënë natyrale që kemi. Dhe aty ku jemi, domethënë, shquhemi. Aty ku jemi, tregojmë, domethënë, që ne kemi kualitete. Domethënë, aty ku jemi, arrim që edhe ti të i kalojmë. Ato, domethënë, me ato cilësit që kemi, domethënë, ku jemi, shkëlqejmë. Domethënë, sepse tregojmë edhe kulturë, tregojmë edhe dije, edhe zgjuarsi. Dhe domethënë kemi disa që janë integruar më herët. Unë domethënë fjalën e pata integrimi i hershëm, fazat e para janë të vështira, por që ato që janë integruar edhe domethënë në ato kushte, sepse atje është ajo që ju ofron perëndimi, këtë që thash që duhet të ofrojë edhe vendi ynë, domethënë të rinjve ju mundson që në rast se kanë potencialet e tyre që në shërbëtore deri në pilot ja ofron, ti mund, nëse do të bëhesh gjitha kushtet i ke për të bërë. Domethënë edhe ke kushtet e barabarta. Edhe unë që jam shqiptar atje nuk kam asnjë lloj diskriminimi. Domethënë unë ai shefi im, domethënë që është profesor Bauer, ai ka qenë profesor në Heidelberg dhe me të vërtetë punosh me një shef që është profesor nga Heidelbergu, nuk është e lehtë. Duhesh ti je shumë i përkushtuar, shumë preciz në punë, domethënë ai punon elektrofiziologjinë, kardiologjinë, domethënë imagjinoni, është universiteti më i fortë dhe ne shkojmë nga universitete më dobta, po megjithatë duhet punë që të arrish atë standardin, por me punë, domethënë ja dalin. Edhe tash ato i ke mundësit që të mësosh, domethënë kurset që organizohen për mësim, domethënë janë më të shkurta, megjithatë me rrogën që merr, domethënë edhe nga shefi je i mbështetur që të shkosh edhe ti vizitosh, domethënë i ke gjitha, prandaj atje është, domethënë nuk është fokusi shumë vetëm tek ka ato bizneset e mëdha te paraja, por te ngritja profesionale. Secili shefi tenton që stafin e vet sa më tepër ta ngrisë profesionalisht. Prandaj ato janë në kërkim të aftësimit profesional, sepse sa më tepër të jetë ekipi i profesionalizuar, edhe rezultatet janë më të mira. Prandaj sistemi perëndimor është i tillë që tu mundson që ti potencial të zhvillosh. Prandaj gjithë këto që kanë dalë, që i përmendë, domethënë kanë dalë fal asaj se perëndimi të ofron rrugët, domethënë nuk shikon atje se çfarë kombi je, çfarë nacionalitet, vetëm ta shikon aftësinë tënde, domethënë dhe të jep mundësi që të zhvillohesh në maksimum. Dhe kjo na bën, domethënë që madje ku je edhe numerikisht, rasti i Zvicrës, në institucione të shumta ta bën edhe gjuhën shqipe gjuhë zyrtare. Po nuk kanë ato, domethënë probleme të tilla, domethënë sepse ato moti janë shtete që domethënë
janë shtete që vazhdimisht Me kanë të huaj, me shekuj dhe ato nuk i kanë këto probleme. Domethënë, ai është një shtet që të drejtat dhe liritë themelore t'i garanton dhe prej teje kërkon që në punë ta bësh punën mirë dhe nëse e bën punën mirë atëherë nuk ka problem. Unë tash prap po kthehem mbrapa. Doktori Rexheili, këtu i specializuar. Po. Por punë nuk u gjet. Doktori Rexheili u detyru të punoj profesor në shkollë të mesme, të ligjeroj nxënësve. Ndërka që në Gjermani është një specialist i çmuar. Po, do më thonë këtu, për të punësuar, mënyra për të punësuar ishte që të gjenim lidhje tek sherifët lokal. Ndërsa atje kemi mundësi që drejt për drejti të shkojmë në intervistë me një profesor që është në Heidelberg dhe me atë diskuton dhe ai e sheh. Ku ishte më vështirë, te sherifët lokal? Po te sherifët lokal domethënë intervista ishte më e vështirë, sepse duhesh te disa të gjeje lidhje të çonte ai te ai tjetri dhe në fund nuk krijonin punë, apo kuptoni? Ndërsa me ato profesorët, domethënë atyre u duhet kuadri, shohin potenciale dhe pastaj të mundsojnë edhe sepse domethënë në atë spital ku ti aftësohesh, domethënë është edhe suksesi i atij, sepse ka njerëz për të krijuar punë, ato kanë deficite, prandaj u duhen njerëz profesionalizuar dhe pikërisht ato investojnë që t'i kenë standardet dhe njerëzit t'i përgatisin për të shërbyer domethënë pacientëve sa më mirë e mundur. Ndërsa sherifët lokal nuk e kanë interesim që pacientët t'jenë të shërbyer sa më mirë. Ato kanë tjera interesa, domethënë. Po. Doktor, në cilin qytet jeni, në cilin spital punoni atje? Unë punoj, domethënë, jam në Crailsheim, është një domethënë, dhe Schwäbisch Hall është një domethënë 2 qytete spitale të lidhura, është një qytet me 50.000 banor. Në cilën kraj është? Ajo është në Baden-Württemberg, mes Stuttgartit dhe Nürnbergut, po kam punuar 2 vite, kam punuar psikosomatik dhe domethënë me trajnim psikoanalizë, pastaj kam punuar disa vite si internist dhe tash jam duke punuar në kardiologjinë jo invazive dhe mjekësinë intenzive. Domethënë sepse atje tentohet që mjeku të jetë sa më, domethënë në shumë fusha, atje kemi punuar dhe neurologjinë akute, që sa më i përgatit në mënyrë që, domethënë që në spital të jesh, sepse atje nuk është puna, domethënë pyesin shumë rroga, atje është me rëndësi përgjegjësia. Ti kesh 120 pacienta, domethënë që janë kardiologjik, gastroenterologjik, neurologjik, mjekësi intenzive, i ke një, domethënë nën përgjegjësi, domethënë kur ke një kujdestari dhe përgjegjësia është më e madhe se sa domethënë që. Megjithatë, përgatitja është sepse ti bën një punë shumë të madhe, përgatitja është e tillë që ti domethënë e ke atë nivelin që domethënë që ta mbash atë përgjegjësi dhe po vetëm fal punës së madhe, domethënë çdo ditë punoj 1 orë dhe 2 orë më tepër. Doktor, si u menaxhua pandemia e koronës në spitalin ku ju punoni? Atje në Gjermani, domethënë ka standarde, çdo spital është i lidhur me qendrat klinike universitare dhe ka protokolle shumë të caktuara që nuk guxon të punosh, domethënë jashtë protokolleve, domethënë me protokolle të caktuara. Në një atje pastaj e kemi diagnostikën, e kemi domethënë që atje brenda 6 ore secili pacient duhet merr një diagnozë, domethënë përveç atyre diagnozave që kërkojnë, domethënë biopsie, gjëra nivelit molekular, po domethënë diagnozat akute, ato domethënë bëhen shpejt, sidomos kardiologjike, neurologjike dhe tek pandemia atje ka mjekësi intenzive të zhvilluar. Pra, kjo është atje mjekësia intenzive shumë e zhvilluar, prandaj sidomos këto sepse në atëherë kishim raste me ARDS, domethënë me dështim të moshkrive total, por që domethënë kam qenë edhe në kurs në universitetin atje në Hamburg, është qendra më e madhe e mjekësisë intenzive ku ne jemi trajnuar, domethënë nga ekspertë, kur ke një trajnim, kemi pasur mjekësinë intenzive dhe kemi domethënë këto kanë mundësuar që
domethënë që të trajnohen domethënë me profesionalizëm. A ishin të domosdoshme vaksinat? Atje ishin të domosdoshme. Këtu të ndërlidhem se si tash kemi lloj-lloj teorish të konspiracionit. Domethënë nuk është edhe, domethënë shiqoni tek teoria konspirative është sepse kam shkruar një libër në këtë drejtim, është për të relativizuar disa gjëra dhe unë isha kundër vaksinës, por që atje ishte vaksinimi ishte i detyruar dhe jam domethënë tash ka shumë dilema sepse kemi parë edhe nga vaksinat që kanë ardhur pacient me miokardite të rënda, domethënë me të cilët kanë detyruar që të marrin edhe defibrilator, domethënë ato ICD që quhen, pra ka dhënë edhe efekte anësore. Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, ku është një organizatë e cila domethënë kjo është sot në botë, domethënë kemi një luftë mes të sovranistëve dhe të globalistëve. Dhe vaksina ishte, domethënë duke me qenë se Organizata Botërore e Shëndetësisë ishte një organizatë e cila ka qenë e udhëhequr nga globalistët dhe ato e promovuan që ekziston, pra është një virus dhe patjetër duhet vaksinohen, ndërsa sovranistët, tani kemi Kennedyn, domethënë Kennedy është një njeri i cili po lufton këto, domethënë të vërtetat shkencore, tash është ministër në kohën e Trumpit, pra i cili është kundër vaksinave, është domethënë edhe atë me fakte shkencore, sepse vaksinat janë lidhura shumë me sëmundjet autoimune, pra kemi edhe studime të shumta, domethënë ka edhe prandaj nuk është një temë e cila nuk është edhe domethënë është ka debat shkencor. Megjithatë ne nuk në Gjermani nuk domethënë po që se hyjmë në këto tema si mjek, do e humbshim licencën e mjekut. Rreth shëndetësisë nuk do t'ju pyesh në emisionin sotëm, për shëndetësi do të flasim në ndonjë rast tjetër, ku do t'i hapim edhe telefonat, sepse qytetarëve ju intereson dhe kanë nevojë të dëgjojnë këshillat e tua. Faleminderit që ofron një larmi të në këtë emision. Kuptoj. Doktor, tani kemi një kryeministër të ri në Bundestagun gjerman. Po. Wirtz, ashtu si quhet? Merz, po. Ai paralajmëroi se do të largoj gjysmën e këtyre gastarbajterëve që kanë ardhur nga Ballkani. Ashtu rastësisht lexova me një portal. Është e vërtetë kjo apo Gjermania nuk ngutet në hapa të atill? Nuk mendoj se ngutet Gjermania në hapa të atill, sepse domethënë ka nevojë për fuqi punëtore, domethënë ballkanasit punojnë gjithë, domethënë ne punojmë dhe kontribuojmë për shtetin gjerman, sepse një pjesë të madhe që punojmë tatimet i merr shteti gjerman. Mendoj se nga Ballkani, domethënë ato gjithmonë kanë po mos ishin vetëm unë ku punoj, po të shko, po t'ikim në të huaj ngel spitali pa mjek, domethënë tash është, domethënë ka tash edhe në shtetësitë po i marrin, domethënë është, domethënë mund janë procedurat më të lehtësuara, po ka shumë, domethënë ato e kanë problemet me emigracionin ilegal, domethënë ka shumë nga Azia, nga Afrika dhe është problemi me emigracionin ilegal, por gjithë ato që i kanë marrë dokumentacionin, domethënë si që është atje unë befristet, domethënë nuk kanë problem, bile pas disa viteve dhe ka disa e marrin edhe në shtetësinë lehtë, nuk mendoj se do të ketë, domethënë, megjithatë atje është ka edhe një pjesë gjermanëve konservator dhe përpiqen që ata, domethënë, t'i qetësojnë, domethënë, por megjithatë Scholzi dhe Merz, domethënë nuk janë për t'i larguar, edhe pse ndërsa Alternative für Deutschland ka një politikë më sovraniste, megjithëse portretizohet atje si më ekstremiste, megjithatë bëhet fjalë për domethënë tash kriza ekonomike dhe kanë domethënë këto dy rryma janë më domethënë partia e Merzit dhe Scholzit, Socialdemokratë, SPD dhe CDU, domethënë ato që udhëheqin, dhe është kjo rreth njëra është pro-evropiane, ndërsa tjetra është më sovraniste, domethënë AFD është më sovraniste, dhe unë nuk mendoj se Gjermania bën hapa të përshpejtuar, edhe pse domethënë Alternative für Deutschland ajo ka ngrit këtë çështjen e imigracionit të madh, domethënë ilegal, që bëhet që domethënë
sepse shumë kanë ardhur nga Azia, shumë nga vendet arabe dhe pikërisht ato duan të kontroll, edhe pse të huajt u duan sepse fuqia punëtore u duhet. Një shtet industrial si Gjermania ka nevojë shumë për punëtor. Përdodhim nga Gjermania, në Amerikë kemi krejt një situatë tjetër. Trump zotimi i parë ishte se do t'i dëbojë emigrantët. Mirë po, pyetja është kjo. Me ardhjen e Donald Trump në administratën amerikane, si president i shtetit, apo ndryshon rendi botëror pak? Ju keni edhe disa shkrime, ju paralajmërova si intelektual i ngritur, si opinionist, keni bërë edhe analiza. Si e shikni ardhjen e Trumpit në administratën amerikane? Shikoni, unë librin që e kam shkruar pikërisht, ideja kryesore ka qenë, domethënë, tradita patriotike e tërve themelues të SBA-s, sepse Amerika, kushtetuta e parë, domethënë, Republika e parë sovrane ka qenë pikërisht shtetit themelues se krijuan Amerikën si republikë për të bërë e pavarur nga perandoria britanike. Sepse perandoria britanike është oligarkia e saj udhëheqëse, e kanë domethënë prejardhjen nga Venediku dhe kjo aristokracie ka krijuar domethënë perandorinë britanike. Dhe sot është ky problem, pra globalizmi është një sistem ku një grupacion, domethënë të magnatëve financiar, të magnatë të megakorporatave, përmes një sistemi të shtërjetit global të shumë institucioneve, ka arritur domethënë që t'i subordinoj shtetet kombë përmes Fondit Monetar Ndërkombëtar, përmes Bankës Botërore, përmes Bashkisë Evropiane, domethënë cila është një organizatë. Megjithatë tash jemi në një kohë të krize, ku sistemi, domethënë Alain Badiou, që është një filozof francez i cili e shpjegon shumë mirë, domethënë, pra kemi fazën e parë kapitalizmit kur gjithçka ka lullzuar dhe tashmë kemi fazën e dytë, fazën domethënë ku kjo mënyrë nuk funksionon. Amerika, domethënë, me ardhjen e Trumpit ishte, domethënë, sepse SBA në aspektin ekonomik po shkonte drejt kolapsit, borxhet e larta dhe nuk mund gjërat më të funksiononin. Prandaj Donald Trump erdhi edhe si nevojë, domethënë, si domosdoshmëri për të shpëtuar, domethënë, Shtetet e Bashkuara, sepse globalistët u përpoqen që të fillojnë edhe luftë botërore. Në Ukrainë tentonin që, domethënë, që SBA të futet në një konflikt, edhe pse ishte një proxy war, domethënë, me Rusinë, ose edhe, domethënë, me Izraeli, i cili po bën një gjenocid ndaj popullatës palestineze, me kusht që SBA të futet në një luftë me Iranin. Megjithatë këto dy luftra nuk mund të bëhen në mënyrë konvencional pa përdorimin e armëve nukleare. Prandaj Trumpi erdhi si domosdoshmëri, domethënë që më tepër të ngjallët tradita patriotike SBA-s, që të rishqirtoj raportet e saj me Britaninë e Madhe, sepse Britania e Madhe është qendra e rrjetit global të financave globale. Prandaj Donald Trump erdhi si domosdoshmëri që të ndryshoj modelin ekonomik, sepse Amerika gjithmonë ka pasur një deficit tregtar dhe që domethënë gjithë dhe në këtë aspekt edhe Kina arriti, domethënë jo vetëm që arriti të jetë në nivel me Shtetet e Bashkuara sepse u zhvillua në aspekt teknologjik, por tashmë ka tendencë që të shkojë lart ndërsa SBA të shkojë, domethënë, poshtë. Prandaj Donald Trump erdhi si domosdoshmëri, sepse kjo është, domethënë, sovranistët, domethënë që së pari përmes tarifave, domethënë, të kontribojë të rritet prodhimtaria amerikane. Pastaj edhe është duke bërë një politikë mirë sepse është duke negociuar me rusët në mënyrë që të parandalohet një luftë. Megjithatë është duke negociuar edhe me iranianët në mënyrë që të mos vijë deri tek një konflikt. Edhe pse Donald Trump është shumë i kujdesshëm, sepse lobi qifut është shumë i fuqishëm, sepse tash këtu mund të flasim hapër, domethënë sepse 5 president amerikan janë të vrarë pikërisht sepse kanë dashur që
Amerika t'i kthejë traditës së vet. Dhe tradita amerikane është që banka, domethënë rezervat federale, domethënë është një bankë private. Aksionarë janë domethënë këto oligarkët e fuqishëm financiar dhe pikrisht gjithë fondin monetar, banka botërore domethënë janë aksionar privat. Dhe këto i kanë futur në borxhe gjitha shtetet janë borxhe, megjithatë kur u japin borxhe, ato u diktojnë edhe politikat ekonomike dhe në atë mënyrë gjithë ky sistem ka qenë domethënë i lidhur me këto forcat globaliste. Prandaj sistemi autentik amerikan, sepse kam shkruar një libër në këtë, domethënë një analizë qytetrimi, domethënë në rast se dollari kontrollohet nga qeveria federale, domethënë qeveria e kontrollon dollarin, atëherë ky dollar në rast se futet në rritjen e prodhimit, domethënë sepse ato Leibnizin, etërit themelues se morën modelin fizik të Leibniz, i cili në asnjë tekst ekonomist nuk mund ta gjesh Leibnizin. Ndërsa është gjeniu i cili, domethënë Kina ka modele, është në prag, sepse Sun Yat-sen, lideri i cili ka themeluar Kinën, ka qenë nxënës i shkollave të Abraham Lincolnit. Pra Kina e bën sistemin ekonomik amerikan. Dhe prandaj Trumpi dëshiron që t'i rikthehet si nevojë për të shpëtuar SBA-n në atë mënyrë që SBA të jetë superfuqi. Megjithatë SBA, Kina dhe Rusia SBA dhe Kina janë në fuqi më të rangut më të lartë, ndërsa dhe Rusia po imponohet si fuqi ushtarake. Në këtë aspekt vetëm Europa ka ngelur akoma, domethënë mbrapa, duke tentuar që të shpëtojë këtë bashkësinë evropiane e cila ekonomikisht ka dështuar, nuk funksionon. Prandaj unë nuk jam optimist edhe për Mercin, i cili sepse është vazhdimsi e politikave të Schulzit, ai po investon shumë në armatim. Domethënë ka thënë që do të investojë në armatim. Nuk mendoj se në Europa ka impuls për të dalë nga kriza. Ndërsa SBA, në rast se parandalon luftën në ekonomi, do t'i duhet kohë të rrisë prodhimtarinë e vet. Megjithatë, Donald Trump është nevojë, domethënë që Amerikës t'i jap një drejtim tjetër, në atë mënyrë që Amerika mos të futet në konflikte globale dhe pastaj të bëhet një domethënë sepse një luftë e tillë me superfuqive do të ishte një katastrofë për gjithë globin. Po vënia e tarifave doganore ndaj Kinës sa ishte 200% Evropës, përveç shteteve të Ballkanit, ku ishin të kursyer shtetet shqiptare, Kosova dhe Shqipëria me 10%. Po. Kjo çfarë paraqet në politikën? Mendoj se SBA-ja na ka ndihmuar neve. Ne kemi aleatin strategjik, aleatin strategjik dhe shqiptarët, domethënë si në Kosovë, si Amerikë, SBA-ja na ka ndihmuar vazhdimisht, edhe ka mbështetur edhe pavarësinë, edhe mendoj se kanë një ledhatim si themi 10%, por më tepër në politikën globale, domethënë shiqoni tradita e etërve themelues amerikan, domethënë pikërisht ai sistemi ekonomik amerikan, sepse aty librin tim jam fokusuar, aty është sistemi ekonomik amerikan është bazuar në tarifat protektive. Tarifat protektive janë përdorur për të mbrojtur prodhimin vendor, industrialistët vendor, në atë mënyrë që ekonomia të fokusohet në prodhim. Ndërsa sepse shiqoni sot për shembull po të shikojmë gjithçka importohet. Nuk prodhojmë asgjë. Domethënë edhe në vende ku kemi për shembull komunën e Likovës, se disa komunë kemi agronomi të zhvilluar, nuk prodhohet asgjë. Prandaj themi çmimet janë të larta. Prandaj sot është tendenca që pa prodhuar nuk ke ekonomi. Domethënë ti mund të konsumosh sa prodhon, në rast se nuk prodhon, prandaj sistemi ekonomik amerikan bazohet në kreditin nacional, domethënë në kontrollin e dollarit. Dollarin duhet ta investosh vetëm në prodhim, domethënë sepse në rast se mbron industrinë ti e zhvillon, dhe tarifat mbrojtëse janë për ta mbrojtur prodhimin vendor. Amerika në ekonominë neoliberale, në modelin neoliberal ekonomik, prodhimi ka shkuar atje ku është fuqia më e lirë punëtore. Domethënë ti e ke bler me çmim më të lirë, por ke prodhuar në vendin tënd papunësi më të madhe. Ne kemi mundur të blejmë
çmimet, domethënë me çmim më të lirë produktet, në rast se për shembull shiqoni tek ne, si funksionon modeli neoliberal ekonomik, i cili është model britanik. Domethënë ne marrim gjithçka vjen nga Turqia. Po të shikosh gjithkund, domethënë ke prodhim edhe mobiljet edhe gjithçka ke prodhim turk. Ndërsa ne nuk prodhojmë asgjë. Dhe si mundemi ne pa prodhuar asgjë, domethënë të kemi ekonomi. Prandaj Kina në këtë aspekt, duke pas një fuqi të lirë punëtore, duke pas një popullat e cilën e ka fokusuar në arsim dhe në edukim, domethënë ka arritur që në gjitha fushat të vjedh teknologjinë dhe vetë ta prodhoj. Megjithatë tashmë Kina ka një produktivitet shumë të lartë. Dhe SBA-ja për këtë kohë, domethënë prodhimi është ulur, domethënë është zhvilluar ekonomia spekulative, më tepër ato domethënë kanë fituar shumë nga berzat, nga domethënë dhe tashmë domethënë kur Kina ka një bazë produktive, domethënë sepse prodhon shumë, prodhon për gjithë botën, tashmë Amerika ka parë se pa prodhuar nuk mund të ketë një ekonomi, domethënë. Prandaj tarifat protektive i ka vendosur domethënë presidenti amerikan dhe këshilltarët e tij, sepse është njëri nga Harvard, domethënë që në vend të free trade të krijohet fair trade, domethënë që në atë mënyrë që ta stimuloj prodhimin. Megjithatë duhen, nuk e di sa do të jetë i suksesshëm, sepse duhen shumë vite për ta riorganizuar ekonominë produktive. Prandaj në të ardhmen rendi i ri po ndryshon, ku patjetër SBA do të jetë një superfuqi, Kina do të jetë një superfuqi. Megjithatë ekonomia neoliberale më vetëm ka dështuar dhe trendet e ardhshme do të jetë ekonomia prodhuese. Domethënë sa më tepër një shoqëri të jetë produktive, do të ketë edhe mirëqenie ekonomike. Prandaj në ekonominë produktive, si zhvillimi i sistemit arsimor, sepse nëse nuk ke sistem arsimor të mirëfill, nuk mund edhe të aftësohesh të prodhosh. Prandaj zhvillimi i sistemit arsimor është kyç në rritjen në rritjen e produktivitetit, domethënë një shoqëri. Sa më produktive një shoqëri, aq më tepër do të ketë edhe mirëqenie. Prandaj Trump po mundohet që SBA-n prap ta ngrisë në këmbë. Domethënë kjo është politika e tij, aq sa. Edhe pse ai është një showman dhe gjithashtu Trump është edhe një njeri paqësor. Edhe paralajmëroi se ai do të ketë ndikim në krijimin e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë, gjithkund ku ka konflikte, sidomos në lindjen e afërt. Mirë po, në ndërkohë, shpërthoi një konflikt i ri midis Pakistanit edhe Indisë. Në fakt ky ka qenë një konflikt që me dekada ashtu zgjat, por nuk ka qenë edhe i shprekur me incidente. Kohën e fundit veç para 2 ditësh edhe zyrtarisht shpërtheu atje konflikti. Cili do të jetë tash në këtë vatër të re roli i Amerikës? Po, shiqoni, SBA-ja e ka këtë politikë America's First. Domethënë, Trump po fokusohet vetëm në interesat e Amerikës. Ai shumë mirë i di sepse nuk është vetëm një Trump. E di se kush janë aktorët, domethënë, global. Megjithatë ai përpiqet, domethënë që SBA-n të mos e fusë në këto konflikte, sepse secili president që është futet në konflikt, ai edhe dështon. Prandaj problemi i tij është domethënë më tepër, edhe pse problemi Izraelit o Palestinës është një problem shumë i komplikuar, sepse lobi që i fut është shumë i fuqishëm, ai lob domethënë dikon që politikanët, domethënë secili politikan që domethënë është kundër tyre, ato japin shumë para që ta eliminojnë nga skena. Po, kam dëgjuar Sander edhe disa që domethënë rastet i ngrit çështjen, sepse për Palestinën, për atë domethënë kundër politikës izraelite që bëhet, atëherë domethënë ka fonde speciale që lëshohen edhe për ta eliminuar nga gara. Prandaj nuk është e lehtë domethënë që të jesh kundër lobit që fut, sepse është një lob që domethënë paraja bën edhe, prandaj kjo është metoda e kontrollit politikës ndaj kësaj çështje. Prandaj edhe Trump është shumë këtë çështje shumë domethënë nuk është i qartë, sepse domethënë ai këtë lob e di se edhe e ka ndihmuar që të bëhet president. Megjithatë
mendoj se interesi I tij është që të mos futet SBA-ja në konflikt, sepse po fut në konflikt, mendoj se nuk edhe SBA-ja nuk përfiton, nuk është interesi I saj vital që të futet, një konflikt mes SBA-s dhe Iranit. Gjithashtu dhe po përpiqet me Rusinë, në atë mënyrë që sepse do të vihet deri tek një marrëveshje edhe me Kinën, rendi I ri botror shkon në drejtim, megjithatë India dhe Pakistani, një konflikt është, këtu është, edhe politika e Kinës, edhe, politika e SBA-s, sepse përpiqet që SBA-ja, edhe ta ketë Indin në anën e vet, megjithatë edhe Rusia ka përpjekje, ai lobi aziatik, që sepse BRICS-u është ai që po e sfidon, modelin perëndimor. Megjithatë në aspektin gjeopolitik mbetet të shihen, se si do të jenë, megjithatë ajo më e rëndësishme është që të parandalohet një konflikt global dhe e dyta ka nevojë të krijohet një arkitekturë e re e sigurisë globale, si dhe arkitekturë e re financiare, ndryshe nga ajo që ka bërë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, sepse sot për sot shteteve kanë nevojë më tepër për të dalë gjithë nga kjo krizë e cila është globale, duhet një arkitekturë re financiare që shteteve u jep kredi afatgjate me interes me kamata të ulta, si dhe teknologji në atë mënyrë që secili shtet të zhvilloj, kapacitetin e vet produktiv, sepse sa më tepër zhvillon një shtet infrastrukturën bazë ekonomike, kapacitetin produktiv, atëherë krijon mirëqenie për atë. Prandaj shtetet kanë nevojë për këtë gjë. Megjithatë, sa është krizë ka rend edhe për optimizëm, për të ndryshuar rendi botror në këtë drejtim dhe mendoj se është shumë interesante se si do të zhvillohen, në këtë drejtim. Pra, momentalisht sikur në boks kur je në rundin e 4-5, akoma je më I fort, shifët se si do të shkojnë, megjithatë mendoj se janë racional. Tash Trumpi është, edhe pse duket irracional, është racional, presidenti Kinez Xi Jinping është racional dhe presidenti Putin, këto tre president nuk janë, nuk nxitojnë për të futur në konflikte të tilla. Dhe mendoj se këto janë liderët më të mëdhenj. E rëndësishme është që të mos kemi një luftë të tretë botërore. Sepse lufta e tretë botërore, siç ka thënë edhe Einstein, nëse ndodh lufta e tretë botërore, lufta e katërt do të bëhet me shigjeta, sepse ky armatim është mund të shkatërrojë. Edhe unë një verzion të tillë kam dëgjuar, e kanë pyetur Einsteinin si do të jetë lufta e tretë botërore. Thotë për të tretën nuk e di, por e katërta e di se do të jetë me gusht. Prandaj kjo është me rëndësi që mos të ndodhë lufta e tretë botërore. Pastaj Doktor, edhe pak do të qëndrojmë në politikë. Vitin e kaluar kishim zgjedhjen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Para 3 muaj patëm në Kosovë. Tash kemi edhe në Shqipëri. Si shikni në Maqedoni tashmë një vit kemi ndryshim të sistemit partive që udhëheqin shtetin. Në Kosovë ende kemi një gërç madje 2-13 herë sa u mbajt seanca, por rastësi të konstituohet në realitet në kryetari I kuvendit e pastaj edhe kryetari I qeverisë. Po dhe në Shqipëri çka pritet? Dhe cili do të jetë roli I Amerikës në këto shtete ku jetojnë shqiptarët? Shiqoni, tash mendoj se Amerika më tepër është e fokusuar në çështjet madhore, arkitektura e re sigurisë globale, arkitektura e re financiare, sepse aty varet edhe kriza globale. Prandaj SBA-ja është e fokusuar vetëm në lojën e madhe, geopolitike, në lojën e madhe, sepse jemi në një krizë edhe ekonomike, edhe para një kërcënimit luftës të botërore, mendoj se Amerika
ndërsa neve si shqiptarëve Amerika na mbështet. Megjithatë problemi jonë është i brendshëm dhe mendoj ku thash më herët, siç thotë edhe Arnold Toynbee, ka qenë një historian i madh britanik, i cili thotë se rënja ose ngritja e një kombi varet nga premisat që vendos në kulturë, në çështje sociale, kulturore, dhe mendoj se ne kemi nevojë pak për një projekt madhor, një vizion, ne shqiptarët, që të dalim nga vorbulla e politikave ditor në mënyrë që ne si kom ta kemi një vizion se çka synojmë, një projekt për të ardhmen. Ky projekt për të ardhmen tek ne mungon, sepse politika jon i përjashton inteligjencën nga inteligjenca nuk merr pjesë, në projektimin e të së ardhmes. Pra, kemi traditë jo të mirë në politikë, kemi një kulturë jo të mirë në politikë, krijojmë mite, krijojmë, lider, duke menduar se ai është kjo formë pak e kemi nga tribalizmi, sikur për çdo punë babai i zgjidh. Politika autoritare. Është një politikë me një fjalë e thave gjitha, nuk kemi se çka shtojmë politika autoritare, megjithatë mendoj se në Maqedoni së pari ne kishim nevojë ta demokratizojmë këtë shoqëri, mendoj se kjo ishte një mundësi e vetme, që erdhi, sepse këtu ishte vështirë të mbijetojë çdo opozitë, sepse aq ishte e pamëshirshme lufta ndaj mendimit ndryshe, ndaj mendimit opozitar, saqë e kishte të vështirë të mbijetojë një forcë opozitare, dhe në rast se shkatërrohet opozita, atëherë ti nuk ke demokraci. Atëherë fillon njerëzit të ti kontrollosh. Pra kjo është edhe definicioni i diktatorit. Diktatori do pushtetin me çdo kusht. Është në gjendje të shkatërrojë, të mos lejoj oponent, mos lejoj rival, në atë mënyrë që megjithatë shoqëria ka nevojë gjithmonë për një mendim ndryshe, ka nevojë gjithmonë për një mendim kreativ. Shoqëria ka nevojë gjithmonë për të futur mendimin intelektual, sepse bëhet fjalë për projektimin e të ardhmes një shoqërie, ndërsa te ne fokusi është në mbijetoj një kast politike, Dhe mendoj se kjo kishim nevojë dhe sidomos shoqëria jonë shqiptare kemi nevojë për një demokratizim, sidomos për një kulturë të re politike dhe të largohen, njerëzit që partin mentalitetet të vjetra të largohen nga politika, sepse nuk është politika pronë e dikujt, politika është për të projektuar për të fatin e gjeneratave të reja, Prandaj ka nevojë që kjo shoqëri të ketë dy forcat cilat do të sjellin programet, cilat do të sjellin projekte, cilat do të sjellin, ide të reja në mënyrë që të zhvillohemi si shoqëri. Mendoj këtu në Maqedoni, ajo ishte më e rëndësishme, edhe pse ishte, këtu pothuajse 24 vite koncepti demokracisë u eliminua fare, duke u futur në një vetkënaqësi të, disa pushtetarëve. Në Kosovë mendoj se arriti, Zoti Kurti që, ta ndryshoj skenën politike, megjithatë Zotit Kurti, kishte nevojë pak edhe për një meqense modeli i Kosovës është si modeli gjerman. Gjithmonë, nuk është, ka disa parti dhe ai kishte nevojë që pak të jetë më fleksibël ndaj partive tjera, pak një fjalor ta ketë më, që ata afrojë dhe në atë mënyrë pra do ta formonte qeverinë, edhe pse edhe në Kosovë sa kam pyetur sistemi është, sidomos sistemi shëndetësor, shumë të fokusuar në çështjet madhore të kombit, megjithatë duhet qeveria të shërbejë edhe popullit, në shumë sfera, pra ka nevojë edhe për, arsimi, shëndetësia, gjitha fushat, të zhvillohen. Atje ka kapitali privat ka ndikuar, ka një zhvillim shumë, atje ka mbetur që, edhe shteti të forcohet dhe institucionet në mënyrë që, sepse ne duam një Kosovë. Dhe në Shqipëria është vendi ku autoritarizmi na vjen prej atje. Shqipëria ne në Jugosllavi që ishim sa Titoja kishte një model më liberal dhe kemi ne ndërsa atje modeli akoma,
modeli autoritar, domethënë që gjithmonë dy forca politike kanë krijuar një oligarki, kanë disa media atje që domethënë vetëm me popullin e joshin, me arktojnë. Është domethënë duhet të ndodha atje një ndryshim. Megjithatë ne shqiptarët kemi nevojë më tepër për një ndërgjegjësim të elitave, sidomos elitave intelektuale, edhe pse hapësirë nuk u lejohet në atë mënyrë që të kemi një projekt për të ardhmen. Domethënë ato kapacitete që kemi të mos jenë vetëm politikat, mos jetë vetëm për të krijuar pasurim dhe luks vetëm për politikanët në një shtresë, disa oligarkë ekonomik, por të krijohet mirëqenie për popullin, të krijohet, siç thash në Gjermani, një shkollë e cila mundson të rinjve aftësim dhe zhvillim të tyre. Ne mendoj se tek ne mungon një vizion kombëtar, domethënë të mos fokusohemi vetëm në organizimin e festave, të manifestimeve, por domethënë një projekt i përgjithshëm kombëtar për një të ardhme, domethënë sepse po ndryshon rendi global. Dhe kur ndryshoj rendi global, duhesh ta ndryshosh aty qasjen. Domethënë për të qenë në këtë rend, për të funksionuar në këtë rend, duhesh patjetër të bësh një shoqëri produktive. Doktor, po hym në 5 minutë që në fundit të emisionit, ja 55 minuta shkuan shumë shpejt, gërsheti i temave bëri këtë bashkëbisedim edhe më interesant. Pak tash me një temë do të kalojmë më relaksuese ashtu. Okej. Thash në fillim se keni lexuar shumë. Por nga ana tjetër edhe keni publikuar mjaft tituj. Shkojmë një herë, çka paraqeni më tepër të lexoni? A gjeni shumë kohë për të lexuar apo edhe atë pak kohë që keni të lirë e shfrytëzoni për të lexuar? Me të vërtet të punosh në Gjermani, kolegët e dinë se kemi shumë punë, domethënë mjekësia na i merr një pjesë të madhe të kohës, domethënë, por megjithatë gjithmonë si relaksim, domethënë, mua më pëlqen shumë të lexoj letërsinë, lexoj poezinë, lexoj filozofinë, psikologjinë, tema ndryshme, domethënë, më pëlqen vazhdimisht të lexoj. Për shembull, e din numrin sa tituj po keni lexuar? kam lexuar shumë, domethënë, sepse që kur kam qenë student në Shqipëri, që atëherë ka filluar të më pëlqejnë librat dhe edhe në shkollë të mesme, domethënë kam lexuar. E kam pas shumë një mik të mirë, doktor Vladimir Nikolovi, ka qenë nefrolog në Shkup, edhe ai ka lexuar shumë. Bile ishte mysafir tek unë, më luti 6 muaj, tha do të vi dhe kur erdhi te unë, vdiq edhe te unë, domethënë. Aq shumë merr shumë keq, domethënë, erdhi mysafir sepse shumë më donte, shumë respektonte. Edhe gjithmonë e kishim biseda cilin libër e ke lexuar, domethënë. Ai më pyeste mua dhe domethënë librin e kemi, domethënë e kam si mënyrë të domethënë sikur duhan pirsi që pa e pi, edhe unë atë kam pasion, domethënë, dhe ka libra mjaft të mirë në çdo fushë. Kohëve të fundit e kam lexuar shumë Erich Frommin, pastaj filozofët francezë, domethënë postmodernist, pastaj lexoj edhe letërsinë, domethënë shkrimtarët klasik më tepër i kam lexuar. Domethënë ka tema ndryshme të cilat Po çka shkruani? Tituj që keni botuar kryesisht çfarë tematike? Po tema që kam botuar më shumë, domethënë me këtë temë që më ka interesuar, domethënë më tepër që domethënë cila është prapaskena e çështjeve globale, domethënë me këtë temë që jam fokusuar më tepër. Pastaj kam shkruar tema psikologjik, domethënë më kanë interesuar sepse kur kam punuar në psikosomatik, aty kam bërë psikoterapinë. Edhe atëherë fillova ta lexoj Dostojevskin, Frommin, Jungin, Freudin, sepse ka qenë një profesor që vinte nga Universiteti i Munihut dhe ai vazhdimisht, domethënë, ka qenë profesor i freudizmit dhe trajtimin si u bënte pacientëve, domethënë në aspektin psikoanalitik ishte interesant. Dhe në atë kohë kam lexuar dhe me atë profesorin, pikërisht ishte Dostojevski ai që na ofroi dhe gjithmonë pasi e mbaronte donte që një kafe ta pinte me mua dhe bisedonin për këto tema.
Pastaj filozofia më tërheq shumë, sepse kur njeriu që lexon në fund të rrugës e pret, domethënë gjithmonë filozofia, domethënë sepse filozofia të jep një qasje për problemet thelbësore, universale, domethënë ku vazhdimisht, siç ka thënë edhe Platoni, nëse pi ujin nga filozofia do të hetesh më shumë dhe do duash që më tepër ta pish. Mendoj se këto janë ato fushat ku domethënë nëse futesh këtu pastaj vazhdimisht ke kuriozitet për një libër. Kuptohet, unë edhe shëtis shumë edhe megjithatë gjithkund kam dëshirë kohën e lirë të lexoj. Ishte kënaqësi që gjatë këtyre 60 minutave të kem mysafir në episodin e 11 të podcastit Fol të televizionit Festa. Shpresoj se në një të ardhme të shpejt sërish do të takohemi. Faleminderit shumë televizionit Festa dhe ju faleminderit edhe juve shumë që na ofruat që ta bëjmë një bisedë të larmishme dhe ishte një kënaqësi e veçantë që biseduam dhe për mua ishte një kënaqësi e veçantë sepse kjo sofër ishte mjaft e ngrohtë e vendlindjes që na mundsoi domethënë që të shprehim një bisedim të këndshëm ta bëjmë. Ju faleminderit shumë. Dhe ju dëshiroj suksese shumë gjithashtu. Shikues nderuar, edhe juve ju falenderojmë për vëmendjen dhe kujdesin që patët gjatë këtyre 60 minutave sot zgjati podcasti Fol me Dr. Rexhej Ramadanin. Mirupafshim me episodin e radhës.